Shqiptari që sfidoi botën. Historia e shqiptarit që rilindi Egjiptin. Në histori, rrallë ndodh që një individ të ngrihet nga një qytet i vogël, pa pasuri dhe pa mbështetje politike, dhe të bëhet themeluesi një dinastie që do të sundoj për më shumë se një shekull. Një i tillë ishte Mehmet Ali Pasha, shqiptari që nga trojet e tij të varfra në Ballkan do të ngjitej në kryet e Egjiptit dhe do të ndryshonte rrjedhën e një prej qytetërimeve më të vjetra në botë. I njohur si babai i Egjiptit modern, ai mbetet shqiptari më i fuqishëm politikisht në historinë botërore. Preardhja dhe rinia. Mehmet Aliu lindi në vitin 1769 në Kavall të Maqedonisë, në një familje shqiptare me origjinë nga Tepelena. I jetoi jetën e hershme si tregtar i vogël, duke mësuar zanatin e politikës jo nga librat, por nga pazaret, bisedat me komandantët ushtarak dhe vëzhgimi i dinamikave mes osmanëve dhe popullatave vendase. Gjatë rinisë së tij, Egjipti përjetonte trazira të mëdha. Perandoria osmane ishte në rënje. Memelukët sundonin me dorë të hekurt dhe ushtria franceze Napoleonit kishte krijuar kaos në rajon. Ngjitja në pushtet. Në vitin 1801, Mehmet Aliu u dërgua në Egjipt si pjesë e një force osmane për të dëbuar francezët. Por ai shpejt kuptoi se lufta më e rëndësishme nuk ishte ajo me armë, por ajo për pushtet. Duke përdorur zgjuarsi, diplomaci dhe shpeshherë forcë brutale, ai eliminoi rivalët, fillimisht komandantët e tjerë osman, pastaj memelukët dhe më pas krijoi aleanca me liderët vendas. Në vitin 1805, me mbështetjen e popullit egjiptian dhe heshtin e sultanit, Mehmet Aliu u shpall në mënyrë de facto si vali i Egjiptit. Transformimi i Egjiptit. Që nga momenti që mori pushtetin, Mehmet Aliu nisi një seri reformash rrënjësore. Ai kishte një vizion të shndërronte Egjiptin nga një provincë osmane në një shtet të pavarur dhe modern. Ushtria dhe industria. Ai krijoi një ushtri moderne me ushtar vendas dhe ndaloi rekrutimin e jeniçerëve. Ndërtoi arsenale armash, fabrika tekstilesh, të çelikut dhe anijeve. Bujqësia dhe ekonomia. Ai ishte të zoj tokat, vendosi monopole shtetërore për produktet kryesore dhe u fokusua në kultivimin e pambukut, që e ktheu Egjiptin në eksportues të madh. Arsimi dhe shkenca. Hapi shkolla moderne, akademi ushtarake dhe dërgoi të rinj për studime në Francë dhe Angli, duke sjellë dije dhe teknologji moderne. Zgjerimi territorial dhe ambicjet perandorake. Me një ushtri të fuqishme dhe ekonomi të lulëzuar, Mehmet Aliu nisi fushatat ushtarake. Ai pushtoi Sudanin dhe krijoi një administratë të re. Në fund të viteve 1830, ai ndërhyri në Siri, Palestinë dhe më vonë në pjesë të Azisë së Vogël. Ushtria e tij mposhti forcat osmane disa herë dhe arriti deri te portat e Stambollit. Kërcënimi që paraqiste ai u bë kaq serioz, sa perandoritë evropiane, Britania, Franca, Rusia dhe Austria ndërhyn për të ndaluar pushtimin. Në vitin 1841, nën presionin ndërkombëtar, ai u detyrua të tërhiqej nga territoret e pushtuara, por ruajti titullin e guvernatorit e Egjiptit dhe garantoi që trashëgimtarët e tij do të vazhdonin të sundonin vendin. Perandori në hije. Edhe pse zyrtarisht ishte një vali nën perandorinë osmane, Mehmet Aliu qeveriste si një mbret. Ai ndërtoi pallate madhështore në Aleksandri, ngriti një flotë që kontrollonte mesdheun lindor dhe kishte një diplomaci të pavarur nga Stambolli. Krijoi një administratë centralizuar dhe për herë të parë në histori, Egjipti kishte një identitet shtetëror të përkufizuar. Trashëgimia dhe vdekja. Mehmet Ali Pasha vdiq më 2 gusht 1849. Trashëgimia që la pas ishte jashtëzakonshme. Dinastia që ai themeloi sundoi Egjiptin për më shumë se një shekull, deri në vitin 1952, kur monarkia u rrëzua nga revolucioni republikan. Ai nuk ishte vetëm një pushtetar, por një reformator, modernizues dhe krijues shteti. Për shumë egjiptian, ai është ende hero kombëtar. Në Aleksandri qëndron ende monumenti i tij, ndërsa historia e tij mësohet në shkolla. Shqiptari që sfidoi botën. Në historinë shqiptare, Mehmet Aliu zë një vend të veçantë. Ai nuk luftoi për Shqipërinë, por ishte produkt i shpirtit shqiptar, i ashpër, i zgjuar, strateg dhe i jetur për dinjitet. Ai sfidoi perandorinë osmane, ndali forcat e huaja në Afrikën Veriore, sfidoi Evropën dhe ndërtoi një shtet modern nga hiçi. Ai është dëshmia e asaj çfarë një shqiptar mund të bëjë kur ka vizion, vendosmëri dhe guxim. Epilogu. Historia e Mehmet Ali Pashës është më shumë se rrëfim biografik. Është histori e ngritjes nga asgjëja në madhështi,
Është historia e një kombi të vogël që përmes një birit të tij la gjurmë të përjetshme në histori botërore. Ai nuk sundoi vetëm Nilin, ai la gjurmë në rrjedhën e historisë njerëzore.